E ftuara e këtij episodi është Majlinda Bregu. Edhe prej faktit që ndaj miqësi, mendoj që ky është një rast i mirë për ta njohur jo vetëm si profil publik më mirë, por sidomos si njeri Majlindën. Majlinda, po që jam entuziaste për një podcast bashk, se vërtet flasim ne, se kam 25 vjet që të njoh, që kur të kam patur pedagoge. Tani jemi të shoqë palestra, flasim edhe në chat edhe në jetë, po te podcasti jam një gjë tjetër, unë kam ca pyetje. Edhe nuk besoj se ishte kohë e shkurtër kjo që e ke menduar se si do të vija, kur do të vija, duhet vija. Gjitha bashk. Ti ke qenë më rezistente, edhe për faktin se ke qenë në një funksion institucional 6 vitet e fundit, edhe po do flasim për këtë. Unë dua të filloj me pyetjet. Por kam qenë rezistente, por në fakt jam nga njerëzit e parë që të kam bindur që të fillosh podcastin. Absolutisht. Të dilje vetëm nga të shkruarit edhe në video, kështu që gati do më thënë, jam pjesë e krenarisë që ke podcastin më të mirë në Shqipëri. Edhe unë falenderoj që më ke nxitur për mirë. Ne njihemi këtu e 25 vite. Unë kam qenë 20 vjeç, ti ke qenë 26. Mua atëherë më dukeshe e rritur, e pjekur, e madhe, dhe kur e mendoj tani ke qenë vetëm një 26 vjeçare. Po, sa që është i me bisot. Dhe kujtesa ime për Majlinda Bregun, që dua ta dëgjojnë dhe se më shumë kemi gra që na ndjekin në këtë platformë. Se gratë janë më të mirat. Dua që t'ju them ndjekësve të kësaj platforme se pse ne studentët e asaj kohe të pëlqenim ty. Kishe një lëndë, më vjen keq ta them, po e mërzitshme. Nuk ka qenë një lëndë që na ftonte. Ose e vështirë, në fakt, se varet Por mua s'ka qenë e mërzitshme, por isha e ndërgjegjshme që ishte një lëndë e vështirë për studentët. Okej, ishte shumë e vështirë, edhe gjërat e vështira janë të mërzitshme, por ndonjëherë janë të bukura. Por e bukura e asaj gjës ishte fakti që ne kishim një pedagoge, një profesore zyshën, Majlindën, që ishte shumë komunikuese. Dhe vinim në fakt më shumë sepse donim të dëgjonim ty. Ti e ndjeje këtë dashuri të studentëve? Ka dhënë ty atëherë një impuls dhe për më shumë vetbesim? Të them të vërtetën, deri diku po. Nëse nuk do ta kisha ndjerë, do të kisha ose s'do të kisha kujtime të mira nga ajo kohë. Dhe e kam thënë disa herë, nuk është hera e parë, por fakti që tashmë është bërë gati një argument vetbindës tek unë, në të gjitha punërat që kam bërë në jetë, pjesa e mosimdhënies dhe fakulteti mbetet një nga punët më të dashura për mua. Dhe jo më kot edhe sot e kësaj dite, sa herë që i rikthehem aulave të universiteteve, sa herë që kam mundësi që të takoj student ose të bashkëbisedoj me ta, kam gjithmonë një ndjesi shumë të mirë vetëpërmbushje. Mbase ka të bëj pak me komunikimin, mbase ka të bëj me feedbackun, ka të bëj me kurreshtjen, të gjitha këto, por jam e bindur që ka qenë dhe mbetet një nga preferencat e mia universiteti. Dhe më vjen mirë që të paktën, dhe këtë në fakt e kemi diskutuar edhe me shoqet tua dhe me brezat tjerë ndër vite, më vjen mirë se një lëndë e vështirë kishte mundësinë të ishte dhe ta kishte sallën dhe auditorin plot, edhe për faktin se sidomos kur ke një gjë të vështirë, duhet të jesh shumë konkrete dhe të kesh mundësi ta lehtësosh pak. Nuk mund të jesh njeri perfekt, nuk ka njerëz perfekt, nuk ka perfekcion askund, nuk ka grua perfekte, nuk ka burr perfekt, nuk ka mam perfekte, nuk ka shoqe perfekte. Por rëndësi ka të jesh mjaftueshëm i mirë. Dhe në mjaftueshëm njeri i mirë, shoqe e mirë, grua e mirë, bashkëshorte e mirë, mam i mirë e kështu me radhë. Mjaftueshëm vlen për t'i krijuar dhe për t'i dhënë vetes edhe pak hapësirë dhe pak tolerancë për ta falur dhe kur bën gabime, edhe ato mëkatet e vogla që mund të rëndojnë jetën e njëri tjetrit. Dhe në fund të ditës them sido që të vi jeta, me kaq shumë andralla sa është për këdo dhe për secilin, unë do të zgjidhja gjithmonë pjesën e tolerancës edhe të mirësisë. Më thënë, nuk do ta mendoja dot kur veten si një njeri në të cilin egoizmi i tepruar, mendjemadhësia, shkelja e tjetrit, me dashje, sepse pa dashje mbase mund të dëmtojmë dhe shkelim shumë njerëz, por nuk do ta mendoja kurrë se kjo gjë ka në fund fare një rezultat të mirë nëse të çon ty diku. Them që njeriu i duhet të jetë i mirë, i duhet të ketë mjaftueshëm mirësi, sidomos kur ka përballë dhe kur do të krijojë connection apo lidhje me njerëzit. Majlindës 30 vjeç
çfarë këshille do t'i jepje sot? Më duket se ke qenë ministre e integrimit, apo ke qenë 31? Jo, unë jam 31 vjeç, kam qenë në fushatën time të parë në 2005, pra në 31 vjeç unë jam bërë deputete. Je bërë deputete. Më thënë, 31 vjeç unë u bëra deputete, u bëra nën për herë të dytë dhe rodhën gjërat shumë e vrap. Këshill. Nuk di, domethënë, unë them që kam jetuar javët edhe ditët ashtu siç kanë ardhur. Me shumë vrull për të thënë vërtetën. Fakt që kur kam qenë shumë e re, me shumë vrull, me shumë vrap, gjë që edhe e vën re të gjithë. Domethënë unë po të mos kem një njeri me cilin do të heci paralel dhe detyrohem të rregulloj hapin, unë jam gati duke vrapuar gjithë ditën. Domethënë nuk e kuptoj dhe këtë pjesën jam gjithë kohën në nxitim, jam gjithë kohën në vrap, dua të mbaroj shumë gjëra. Dhe mbase tani kuptoj që do t'i kisha thënë ule pak. Qetësohu pak, qetësohu se nuk mbaron gjithçka. Domethënë mos u mundoj që ti bësh të gjitha, mos u mundoj që dhe mos krijo për veten pritshmëri që ti duhet të kesh dorën tënde kudo. Pra duhet të jesh shumë e mirë edhe në punë, edhe në profesion, duhet të kesh edhe një karrierë të mirë. Domethënë është ajo ndjenja e përgjegjësisë që nganjëherë nuk të lë të qetë. Mbase këtë do të kisha thënë ule pak tempin gjitha dhe merri gjërat pak me më shumë. Atë lehtësinë e cila në fakt nuk të kthehet kur rritesh. Dhe kjo mund të jetë mungesa më e madhe që vëre tek njeriu. Pak kam jetuar ose për të mos thënë as pak, mua nuk më duket se kam qenë ndonjëherë as një fëmijë që të kisha mundësinë të gëzoja lehtësinë. Sepse e rritur mes përgjegjësive, me dy motra më të vogla, me prindrit që ishin në punë, njëra do shkonte në shkollë, tjetër do të ikur ose përparsen se do të shkonte në kopësht. Pastaj mami do të linte të shifje gjellën. Pastaj pretendonte edhe me tepri që ti duhet të bëje edhe në një qëndisëm për shembull se duhet bëje pajën, gjë që unë s'e bëra kurrë asnjëherë. Do të thënë të gjitha këto gjëra që ti duhet tregoje që po ishe e zonja për t'i bërë gjitha. Të gjithë kohën në një garë me veten, e cila bëhet e lodhshme. Bëhet e lodhshme, ndaj duhet të dish deri diku ti balancosh. Këtë sensin e përgjegjësisë tëndin unë e kam vërejtur që atëherë kur isha studente, por dhe sidomos gjatë kohës së miqësisë tonë të përbashkët. S'të vjen keq që nuk e ke jetuar pak adoleshencën, fëmijërinë gjithmonë e përgjegjshme e pjekur duke bërë detyra? Jo, se domethënë nuk dua të them që më vjen keq. As mund të zhbëj dhe të kthehem pas është e kot që të qash për kohën që ka ikur dhe nuk ke asnjë gjë në dorë. Domethënë shkuara të vlen vetëm për të reflektuar dhe për të jetuar ndryshe të tashmen. A jetoj unë ndryshe të tashmen, pra a lëviz sot pak më ngadalë, a i bëj gjërat pak me më shumë qetësi, nuk e di. Mbase ka të bëjë me është vështirë, për të mos thënë më saktë është vështirë se sa nuk e di. E kam shumë të vështirë që të ndryshoj. Por ka momente që them, mbase nuk do të kishte qenë keq, mos kisha qenë dhe kaq shumë e përgjegjshme për shumë gjëra dhe për shumë ngarkesa, kam mbajtur shumë ngarkesa në jetë. Domethënë jam martuar shumë e re, kam patur 2 fëmijë në një moshë të re dhe sigurisht që pastaj ndërkohë që isha në studioja, isha në punë. Dhe të gjitha bashkë të rrisin ndjenjën e përgjegjësisë dhe të përgjegjshmërisë, duhet të jesh e përgjegjshme ndaj çdo, le të themi, raporti që ke në jetë. Po, është si të kesh gjithmonë një barë në jetë. Ose në mos përgjegjësia është në përgjegjësi një barë, por si të kesh gjithmonë një veten e dytë për të ballafaquar gjithkohën. A ka një gjë, një tipar që ti e veçon ose ndoshta njerëzit që rinë me ty e veçojnë shumë tek ti. Nëse do më pyese mua dikush, jam këtu, unë do thoja që Majlinda nuk e thot kur llafin e fundit. Dhe vërtet, në gjithë kohën që unë të kam parë, nuk kam parë kur ty me nerva dhe të flasësh, të thuash të fundit. Me nerva unë bëhem shpesh, nuk është se s'bëhem. Me impulse dhe me emocione po, por jo... Jo me nerva nevrike, por në pjesën për të dhënë përgjigje... Jo, je shumë natyra emocionale, pasionante. Por ti nuk e thua atë, dhe unë kam dashur gjithmonë ta di, edhe më duket të kam pyetur, po unë nuk e kujtoj mirë përgjigjen dhe nuk po aktroj tani, që ty ta mësoj këtë politika, ta mësoj jeta, apo ti e ke patur pak në ADN këtë që duron, pret, kështu, si sfunxher? Besoj që është kjo e dyta, sepse politika mund të mësoj dhe të të zhbëj shumë gjëra, të paktën në dukjen publike. Por në politika, apo qoftë në çdo profesion, ti nuk mbijeton dot në rast se ndryshon dhe del katërcipërisht nga vetja.
Dhe unë ka patur momente, edhe në momentet më të nxehta politike, kur më kanë rënë në qafë shumë. Kur mund t'i kem rënë dikujt në qafë edhe për shkak të debatit politik. Por jam munduar gjithmonë që të mos cënoj dhe të mos lëndoj tjetrin te karakteri, gjë që është problemi kryesor kur shen debat me një tjetër, sepse në përgjithësi njerëzit debatojnë dhe duhet debatojnë për mendime të ndryshme, por përfundojnë pastaj në të shara duke u zënë dhe duke debatuar, duke etiketuar tjetrin. Dhe aty pastaj asnjë nuk ta fal, se fjala është si plumbi, po doli nuk kthehet më. Kështu që besoj që është shumë pjesë e traditës familjare, pjesë e asaj mirësisë pak me teprin, cilën prindrit janë munduar të na japin të tre motrave. Domethënë, sot unë e shoh aset, dhe besoj që duhet jetë aset. Domethënë, dëshira për t'i parë njerëzit mirë, dëshira për t'i ndihmuar më aq sa ke mundësi që t'i ndihmosh. Nuk bën dot për gjithë atë që do doje. Por për të zgjedhur në fund të ditës gjithmonë më të mirën, dhe dëshira për të qëndruar pak, le të themi, për t'i besuar vetes, se edhe në rast se keq kuptohesh, edhe në rast se nganjëherë të marrin për pak naivitet pjesën e mirësisë, edhe kur nuk i kundërpërgjigjesh gjithmonë egërsisë ose kur dikush të bën keq me të njëjtën monedhë, them që gjithsesi është një leksion shumë i mirë. Kjo mbajtja e vetes është një leksion shumë i mirë. Në fund ditës ne nuk jemi për të, nuk zgjidhim dot dhe nuk e marrim dot hakun tek gjithë, sepse e merr tjetër kush. Ti ke një raport të veçantë me Zotin. Të gjithë kemi raportin tonë të veçantë. Secili ka raportin e vet, domethënë nuk. Po në shtëpinë tuaj ka besim edhe ka devotshmëri. Mami Fatmira është një besimtare dedikuar. Mami, babi, pavarësisht teze, domethënë në përgjithësi unë jam rritur në shtëpi në të cilën jo gjatë viteve të komunizmit, por kujtoj që kur shkoja tek gjyshja edhe gjatë viteve të komunizmit, domethënë, dhe shtriheshim për të fjetur tek gjyshja, unë mbajmon që koka në jastëk e saj ishte gjithmonë me Bismillahirrahmanirrahim, domethënë, ishte nuk shtrihet, domethënë është një nga gjërat që ti e mban në mend gjithë jetën. Pastaj besoj që pjesa e raportit dhe besimit është shumë vertikale. Domethënë, secili ka një raport të tij me Zotin, dhe më shumë se sa një raport rritesht, cilat i respektoj tek të gjithë, besoj që është një raport që ka të bëjë pak te që jep edhe misterin. Ti mendon se dikush tjetër ka aftësinë të të mbrojë, të të ruaj, të të gjykoj, të të fali gabimet, dhe në fund të ditës të gjitha këto bashkë kanë një vlerë sepse t'japin ty qetësinë dhe në momentet më të vështira. Ti beson që ne jemi produkt apo pjesë e një plani të shkruar aty lart për ne dhe ne ecim përgjatë atij destini që e kemi të shkruar fatin apo është debat shumë i madh. Është debat shumë i madh, dhe nuk është debat vetëm i atyre që besojnë Zot, se besoj ka qenë një debat i madh edhe për gjithë filozofët. Por unë besoj që do të them që ka një destin të përcaktuar. Dhe pastaj se sa njeriu e ndryshon atë gjatë jetës, apo me karakterin jep forma të ndryshme fatit apo destinit, edhe kjo po ashtu është e vërtetë. Por në fund të ditës është e rëndësishme që në momentet e vetmis, në momentet kur ti ke me të vërtet nevojë që të mos dëgjosh ose të paktën të zgjedhësh me zërave që dëgjon. Ai zëri i reflektimit, i cili mund të jetë komunikim me Zotin, mund të jetë një shenjë cilën ti do të bindesh veten që ekziston, është shumë i rëndësishëm. Por secili e ka personale, domethënë, dhe në këtë pjesë jam shumë e prirur të besoj që Zoti nuk mban shënime atje lart. Nëse harruam sot që të bëjmë një gjë sipas udhëzimeve, apo nëse nuk arritëm dot që të agjërojmë disa ditë, nuk besoj se mban shënime. Në fund të ditës është mirësia e cila, dhe tek njerëzit besoj ky është qëllimi i fesë, ti bëj njerëzit të jenë më të mirë me njëri tjetrin. Ke patur një moment apo disa momente që ti e ke ndjerë veçanërisht Zotin krateja? Disa dhe shumë momente. Dhe besoj që për secilin nga ne ka disa vende ku njeriu e ndjen veten, s'ka rëndësi se çfarë je, s'ka rëndësi se çfarë punë bën, s'ka rëndësi për sa të madhe di veten, s'ka rëndësi për sa të pushtetshëm e di veten, s'ka rëndësi nëse duket vetja që
i zoti apo e zonja të drejtohesh, të udhëheqesh, ka momente kur ti je krejtësisht vetëm. Dhe në përgjithësi njerëzit ndjehen vetëm dhe të pafuqishëm, që është edhe ndjesia më shkatrimtare në fakt për njeriu. Kur janë në spitale, kur janë në varreza, secili nga ne ka një moment reflektimi shumë personal tek të dyja. Mbase kur përballen me mungesën e lirisë për ata që janë të mbyllur në burgje apo në ambiente në të cilat e kanë vështirë që të thyen muret, dhe të gjitha këto është ai pikërisht ai momenti kur ti e kupton se nuk ke fuqi tjetër përveç se të pranosh që i pafuqishëm dhe t'i lutesh fuqisë madhore. Mua gjithmonë ti më edukur me vetbesim edhe e fortë, sikur asgjë nuk të thyente, por sa më shumë koha ka kaluar duke qëndruar me ty, kam kuptuar që nuk është ashtu. Thyesh patjetër, je njerëzore. Pra, gjatë kohës kur ti ke qenë në politikë, Majlinda, dhe ne nuk është se kemi qenë shumë afër në atë periudhë kohe, sepse ti ke qenë shumë e zënë me politikën, krejt normale, mua mu duke që u forcove shumë dhe tu bëj një lëkurë si e rinocerontit. Pra ishe edhe zhidh edhe hazërgjevap, si që themi ne, por edhe sikur asgjë të ndalonte dhe asgjë të bënte të qash. Gjë që më dukej mirë, mua më dukej vetja sikur po të isha në vendin tënd, do isha më e thyshme, më qaramane dhe më e dobët. Po me sa duket nuk ka qenë kështu, ti fole për vetmin. Është çështja e perceptimit, po edhe në politikë në fakt mund ta kisha thënë që zakonisht edhe në politikë e vetëm, sepse në politikë ata të cilët zakonisht i llogarit dhe ne kemi një shaka politike do ta quaja, edhe me miq të cilët në politikë shkallat e armiqësisë janë ndryshe, nuk janë si armiku më i madh, por ke miq të ngushtë dhe ke miq të partisë. Të gjithë këto janë shkallët e armiqësisë në politikë ku në rangun e parë janë miqtë e partisë ose shokët dhe kolegët e partisë. Dhe armiqtë e ngushtë, armiqtë e mesës dhe armiqtë e lënj. Dhe është perceptimi publik. Në fakt i duhet i veshësh vetes patjetër pak fortësi në rast do të merresh me politikë, dhe sidomos me politikën në Shqipëri. Shtoj këtu pastaj dhe elementin e grave që merren me politikën në Shqipëri. Politika nuk është arenë e lehtë në asnjë vend të botës. Por në Shqipëri të duhet të jesh me më shumë lëkurë të trashë se lëkura e rinocerontit, për të duruar dhe të mos prekësh. Dhe nuk ta mëson njëri këtë gjë, kështu që normal që do të kesh momentet e tua të dobësisë, normal që do të kesh momentet e tua të ufit, momentet kur thua ç'mudesh mua kjo punë, fajin e kam unë, po ja tregoj unë nesër, po si vjen turp. Të gjitha këto. Fati i madh është që këto i shfryn o me njerëzit e ngushtë në zyrë, dhe pastaj del edhe i tregon vendin kundërshtarit, ose do t'i nxish jetën burrit edhe gruas në shtëpi, të cilët janë të detyruar jo vetëm të durojnë mungesën tënde dhe të mirë kuptojnë, por nga ana tjetër të të bëjnë edhe të të këshillojnë, sepse në fund ditës të kanë marrë për grua dhe për burr, nuk të kanë marrë të të këshillojnë gjithmonë për sfidat e punës. Kështu që ka patur momente që kam patur dhe unë momentet e mia të kolapsit, ka patur momente në të cilat ato që ju nuk i shinit në kamera, unë i kisha pas kamerat, ka patur momente shumë të vështira kur kam kuptuar që kam bërë tjerët të vuajnë për shkak të sulmeve që kam marrë unë në politikë, prindrit, të cilët reflektojnë si çdo prind për fëmijën, duan të shohin dhe e kanë një ide për ty. Do të thonë, unë as jam rritur me prindër që të na bënin qefin, dhe as t'ishin nga këto prindrit që të rrinë gjithë ditën duke të përkëdhelur, ylli mamit, shpirti mamit, zemra ime je më e mira, si kam dëgjuar asnjëherë. Pa as unë s'kam dëgjuar t'ja thuash keqes. Dhe nuk ja them fakt as fëmijëve të mi, nuk jam nga kjo, jo, prandaj po them, as jam rritur dhe as kam rritur. Më thënë jam shumë. Është gjë e mirë kjo? Jam. Jo. Unë do doja të na kishim përvelur pak. Unë besoj që prindit dhe fëmia, pavarësisht se fëmia është gjëja vetme për cilën ti do ta bëje hasha veten pas një pishman në botë, secili që është prind, por them që mirë është që ai modeli i prindit
pak autoritar të ekzistojë, sepse në fundit ti je për të treguar fëmijës dallimin nga çfarë duhet bëj mirë dhe çfarë nuk duhet bëj. Dhe këtë nuk e bën dot duke qenë shok me fëmijën gjithë jetën. Pra, ka nevojë për këtë pjesën, por duhet të jesh gjithmonë mbështetës, por duhet të jesh gjithmonë mirëkuptues, por gjithmonë në çdo situatë zgjedh fëmijën tënd para tjerëve. Kjo nuk ka të bëjë pra me pjesën është dashuria e pakufi që i jep fëmijës, por duke i mësuar disa rregulla. Ndërsa e kundërta, pjesa e tolerancës absolute, bëj çfarë duash, lexo çfarë duash, shoqërohu me këtë duash. Kjo e dëmton më shumë një qenie që po rritet dhe krijohet. Kështu që them që gjatë gjithë viteve kam patur momentet e mia, kryesisht kanë qenë të lidhura dhe kur isha prezente edhe tek fëmijët, kur kishim probleme në familje dhe kur unë duhet dilja dhe të bëja fytyrën publike dhe pak kush e dinte që unë fytyrën publike kisha dalë për shembull mbasi kisha qenë diku në një spital ose mbasi kisha kputur një qartë mirë në zyrë ose në shtëpi. Dhe pastaj ti shef sot sa foto në cilat dridhet mishi dhe thua o zoti ma si pas kam qenë, si kam dalë dhe kujton sepse trauma përcillet dhe vjen gjithmonë në mendjen tënde me momentin cilin e ke deri diku të fotografuar. Por tjerët nuk e din, tjerët nuk kufizohen të sulmojnë, nuk kufizohen të vazhdojnë të bëjnë pjesën e rutinës përditshme. Sepse kjo është pjesë e perceptimit dhe e peshës që t'jep detyra publike. Jo çdo gjë i duhet bërë ose duhet thënë dhe jo çdo halli yti është halli i cili duhet bërë publik. Më kujtove një intervistë Angela Merkel së fundmi për librin e saj, Grua e mençur, po më e mençur më duk pyetja e gazetarit, edhe e pata edhe pak zili se doja ta bëja vetë atë pyetje. Pyetja ishte: kur të përkthehet libri në shqip, besoj që do të kesh mundësi t'ja bësh. Patjetër, do ta bëja me shumë kënaqësi. Gazetari e pyet: cili ka qenë momenti, cila ka qenë gjëja më e vështirë për ju? Të ishit nga Gjermania lindore apo të ishit një kancelare grua? Si mendon që është përgjigjur? Grua. Sepse jam e bindur, mbase e kam humbur këtë intervistë, po jam e bindur që do të ketë thënë grua. Grua ka thënë. Sepse nuk ka sfidë që i përket, ose nuk ka sfidë më të madhe se sa gjinia në politikë. Nuk ka peshë më të madhe se sa pesha dhe presioni shoqëror për gratë në politikë. Ti nuk ke përgjegjësi vetëm për veten, nuk ke përgjegjësi për të mbrojtur deri në fund reputacionin tënd, i cili në fakt është një nga pasuritë më të mëdha që ka njeriu. Dhe që për fatin e keq në politikë, në përkëmbet dhe sidomos vitet e fundit, në përkëmbet me një uniforma. Nga ato sulmet të cilat janë kryesisht me bazë misogjinie, pra je grua dhe duhet shoh patjetër që ti t'jesh me format perfekte të atyre që janë fotomodele me radhë, nga pjesa e sulmeve të ulta për faktin se je grua, pra për të intimiduar se je grua, nga paragjykimet se gratë nuk bëjnë punë për politikë, nga trashëgimit të keq kuptuara dhe të keq interpretuara ndër shekuj se duhet të jesh burrnesh që të jesh e fortë për politikë, pra duhet të kesh patjetër burrin si pjesë kryesore dhe si rrënjë të fjalës që të jesh edhe në politikë, dhe deri pastaj te këto sulmet e pistat të cilat nuk i kanë kursyer gratë për hir të angazhimit të tyre politik në Shqipëri. Nuk them këtu dhe nuk lë më një anë që në momentin që je dhe grua në politik, duhet jesh i përgatitur që të paktën për detyrën që bën, do të mbash përgjegjësitë që duhet. Pra nuk po flas për rastet kur ti ke shkelje detyre dhe të them që dëgjoj se gratë nuk duhen lënduar vetëm se janë gra në politik, edhe kur bëjnë gabime. Por them në përgjithësi për figurën e gruas në politik. Dhe është shumë e vështirë ta shqetëruash reputacionin tënd personal, të kesh mundësi të mos e transmetosh të shqetësim tek fëmijët, tek prindrit e tu, tek ata të cilët varen shumë nga mirëqenia jote si grua. Po aq sa varen dhe nga mirëqenia e një burri që është në politik tek babai. Por në çdo shoqëri nëna është figura qendrore kur rrit fëmijët. Dhe mungesa e nënës edhe në orët e zgjatura është një minus shumë i madh në rritjen e fëmijës, s'duam ne ta pranojmë. Por edhe për një model që i lë politikës në përgjithësi dhe peshës që ke për brezin tjetër që do të merret me politikë.
Megjithatë ne nuk i kursejmë gratë fare, në fakt. Nuk i kursejmë gratë në sulme, nuk i kursejmë gratë në garë, i përdorim ende gratë për fasadë politike. Kam qenë dhe kam mbështetur fuqishëm në vitet e para pjesën e përfshirjes së kuotave të grave në politik, po për faktin se si një mekanizëm forcues që të kishte më shumë gra. Por duhet thënë edhe tjetra që pak herë gratë kanë tentuar që të dalin mbi fuqinë politike që kanë burrat në politikë. Sepse është shumë e vështirë. Politika në përgjithësi ka veshje, ka kostum burri dhe gratë, edhe në biznes në fakt kudo. Gratë tentojnë dhe nisen nga arsye cilat janë shumë më personale. Unë dua të bëj një gjë mirë sepse dua të ketë një kopësht më shumë, sepse niset nga eksperienca, nuk e ka patur këtë ndihmë për fëmijët. Dua që politika të jetë e drejtë sepse besoj që kështu do të ketë më mirë, sistemi i pensioneve të jetë më i mirë sepse dhe prindrit e mi do të jetojnë më mirë. Pra ka disa diferenca. Megjithatë, sfidat e grave në politikë për mua janë, domethënë ka raste që janë të padurueshme. Dhe në fund të ditës pastaj varet se sa arrin të mbijetosh, ke dëshirë që ta ka përdish edhe ato që duken si kafshata të tepërta, apo të bëhesh edhe pak shtrig edhe të rikthehesh pastaj me të njëjtën monedhë dhe mos pyesësh fare. Por ama njëkohësisht politika duket sikur po i bën pjesë të gjithë, çdo gjeni. Çfarë po ndodh me politikën në këndvështrimin tënd sot? Politika nuk ka krahasim sot ose mënyra e bërit politik, sepse librat dhe manualet mbeten po njësoj, por mënyra e të bërit politik nuk ka të krahasuar me mënyrën e të bërit politik para shumë vitesh. Për mua është një gjeometri e zymt, shumë e zymt se sa ka qenë vite më parë. Unë do doja shumë dhe duke qenë një njeri i cili ka patur gjithmonë, le të them, një dëshirë të madhe për të ndjekur dhe vazhdoj ta kem, qoftë edhe për hir të punës, po mbase sepse ka dhe shumë njerëz që kanë interes për të bërë politika dhe për të dhënë një ndryshim, por të them të vërtetën e kam shumë vështirë sot që të gjej fillin e ideve në politikë. Ka patur gjithmonë dhe do të ketë gjithmonë retorika dhe propagandë e cila në momente të caktuara, si për shembull në fushata zgjedhore, i paraprin dhe i vesh idet ose i lë deri diku në një plan të dytë. Por politikën e kotësisë, në fakt, dhe politikën vetëm të batutës, dhe politikën që nuk të thot asgjë përveç se të vrasësh mendjen për metaforën më të bukur të ditës, të them të drejtën, e shoh gjatë këtij 10 vjeçarit të fundit. Unë e kam shumë të vështirë sot që të dëgjoj dhe të mos gjej një ide për shqetësimet reale të cilat përballen gjithë njerëzit. Dhe shqetësimet nuk flas vetëm për shqetësimet e shoqërisë shqiptare, për problemet jetike që kemi ne, por flas deri diku për të ardhmen. E kam shumë të vështirë që të gjej ide që t'i flasin fëmijëve, të rinjve, por qoftë edhe ide konkurruese për brezin tim. Çfarë do të ndodhë nesër? Si do të jetë sfida e nesër me tregun e punës? Çfarë do të ndodhë kur inteligjenca artificiale të na i zëvendësoj pjesën më të madhe të punëve? Çfarë ndodh me ndotjen? Sa përqindje kemi ajrin më të ndotur në qytetet tona vetëm për shkak të atyre grimcave të betonit që thithim çdo ditë? A shkaktojnë këto sëmundje? A shkaktojnë më shumë sëmundje tek fëmijët e porsalindur? Domethënë çështje të cilat sot i diskuton gjithë bota, flasim shumë për pjesë për diasporën, pa do donim ne që të rinjt me të vërtetë të ktheheshin, ata fëmijët tanë që kanë studiuar jashtë dhe kanë filluar të punojnë jashtë, a do donim që të ktheheshin? Po pse kur na thon fëmijët jo nuk kthehemi sepse jemi shumë më mirë këtu, na vjen keq dhe themi okej, në rregull atëherë, mirë, rri aty ku je se s'ke ç'a të bësh. Do të them pse nuk diskutojmë për ato të cilat janë çështje që secili do të donte të dëgjonte. Dhe unë jam e bindur që njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë për ide. Nuk kanë nevojë të shohin vetëm të rinj të cilët diskutojnë me njëri tjetrin në platforma televizive për forma trupore, për seksin, që është i rëndësishëm, por jo në momente dhe në mënyrat se si i diskutojmë ne, apo për kuriozitetin e vojerizmit të smur për jetën e tjetrit. Sepse kjo po na kthen në shoqëri të cilat gati nuk konsumojnë dot më gjë tjetër përveç se fasadën, se si na do Instagrami dhe se si na do TikToku të paraqitemi. Dhe kjo pjesa që duhet të jem
siç duhet më shohin, pa rëndësi ka se çfarë bëj unë vetë, besoj që sot po kthehet një nga problemet më të mëdha për të dhënë shoqërive tona një formë dhe një identitet normal. Pra na mungon ajo që secili nga ne ka nevojë çdo ditë. Na anglisht thon easy life, do të thotë na mungon ajo jeta e thjeshtë, na mungon ajo modernja brenda thjeshtësisë. Na mungon dobësia pak ose vulnerabiliteti, si ishte ti edhe i dobët. Kemi shumë megalomani, kemi shumë vetëmburrje, kemi shumë nepse mediokre. Domethënë gjëra të cilat me të vërtetë të bëjnë të ndjehesh pak në siklet. Dhe në këtë vorbull, fatkeqësisht, politika po udhëheq me një shkëlqim me sukses dhe me një shkëlqim të frikshëm. Unë tani po parashikoj komente tek faqja e Tirana Postit kur të postoj podcastin. Ti mund ta presësh. Jo, unë do Fjala e lirë mund të jetë dhe me zgjedhje. Po, mund të jetë me zgjedhje, nëse ti ndron mendje për diçka unë mund ta pres, por unë do ta lë. Jo, unë ti e di që unë zakonisht nuk ndroj mendje. Jo, prandaj. Mund të ha veten me dhëmb që pse në një moment caktuar kam thënë ca gjëra që s'duhet i thosha, po mendjen e kam vështirë ta ndroj kur e kam bindje. Dem. Ose duhet mbindesh. Po imagjinoj komentuesit që do të thonë që Majlinda, po pse s'kthehesh? Janë këta mbështetësit e Partisë Demokratike që kanë atë nostalgjinë për ministren e integrimit. Edhe do të tagojnë ty, do më tagojnë mua. Jemi këtu, jepe një përgjigje. Ke një plan për të rikthyer në politik? Je pushim tani, 2 mandatet në RCC i ke mbyllur. Unë kam pyetur vazhdimisht dhe nuk më ke folur për plane. Se ti nuk, jo se je diskrete, por nuk të pëlqen të flasësh para kohë, po nuk e di nëse të paktën si dëshira, do të pëlqen të atë mungon ty politika? Para njerë që të bijem dakord me parimin, çfarë do lloj plani nëse do të qëndroj besnike linjës me cilën e nisëm bisedën, kur ne bëjmë plane, zoti qesh. E dyta, mirë është, dhe me që jam një grua pak me rritur tani, të du ta them që në përgjithësi kur idet janë tua dhe je duke i përpunuar, mirë është mos t'i ndash me njëherë me tjerët. Sepse ka nevojë edhe për pak për atë llojin e le të themi të kufirit ndërmjet vetes edhe tjetrit. Çfarë duhet ditë këtë? Lëre pastaj ndërmjet vetes edhe rrjeteve sociale. Po, patjetër. Ku sigurisht që duhet kesh një mur më të trash, besoj edhe për të mbrojtur pak veten, sepse keq kuptimi është shumë i madh. Unë mbarova 6 vite larg Shqipërisë, nuk e zgjodha unë fakt për të larguar nga politika në Shqipëri, as mendoja në fillim që do të rria 6 vite. Nuk e zgjodha unë për të larguar dhe për të punuar diku tjetër. Më hoqën nga një punë që e doja, më thanë që nuk ka nevojë për ty në Partinë Demokratike, ku isha unë, sepse sigurisht që dhe asnjëri nuk është i pazëvendësueshëm për të thënë vërtetën fakt. Por nga një herë për fatin e mirë ose për fatin e keq, quaj si duash, varet nga perspektiva si e sheh. Në fund të ditës si thua, unë më hoqën, u largova, po për ca gjëra që ndodhën pastaj. Megjithatë, kam patur një mësim që mbase më vonë mu kthye në parim në jetë, por një mësim nga gjyshet në fakt, si fillim. Dhe pastaj them edhe nga prindrit, mos kërko kurrë asgjë. Unë nuk kam kërkuar në jetë time kurrë asgjë. Dhe ti këtë e di. Po. Jam munduar që gjërat t'i bëj vetë, t'i zgjidh vetë dhe kam shqyrtuar mundësinë kur një mundësi më është ofruar në bazë të rrethanave, siç ka qenë pjesa e angazhimit në Partinë Demokratike, e cila në fakt nuk ka qenë kurrë një drejtës. Unë u thrita në 97-ën, fillova në 97-ën, u harrova mbas 98-ës. Në fakt, u riktheva në 2005-ën dhe kështu me radhë. Ndodhi ajo që ndodhi. Hika jashtë dhe bëra një punë sepse nuk i përkas pavarësisht pjesës së tymnajes dhe tash e themi të rrjetit social, nuk i përkas grupit atyre që nuk kanë nevojë të punojnë. Më thënë, mendoj që edhe për pjesën personale, rritje personale, por në fund ditës them që atë që ti puna nuk ta jep askush. Kështu që unë nuk isha ndërmend që të rria pa punë kur isha 45 vjeç. Ndaj u largova, punova 6 vjet, tani po jap vetes pak kohë
për të kuptuar se çfarë ndodh kur ke pak kohë bosh. Po, mund të jetosh pak më ngadalë, ta shijosh jetën. Nëse, për ngadalë diskutojmë këtë pjesë, se përfundimisht nuk bësh. Po tash kam shumë të vështirë këtë gjë. Por kam pak kohë për të menduar, e kam patur në 2017-ën kur unë thosha, kam hyrë nga dera në politikë, në Partinë Demokratike dhe nuk më nxjerr dot njëri nga dritarja, që më zorën nga dritarja. Por nuk pyeti njëri fare, domethënë se a fluturove, a re, a bëre. Dhe pastaj kërkoni të llogarisë pse fillove punë ti, se ne të nxorën, po ti s'duhet filloje të bëj asnjë punë tjetër. Gjithsesi, nuk jam e përfshirë në politikë aktive, nuk di se çfarë do të sjellë e ardhmja, nuk besoj se politika ka njerëz të gjithë të këqinj, të gjithë korruptuar, të gjithë hajdut, të gjithë mendjemdhej, të gjithë të pandjeshëm. Jo. Ka njerëz shumë të mirë dhe ka njerëz shumë të mirë dhe të devotshëm në të gjitha krahët politik në Shqipëri. Se sa është mundësia që ata të mbijetojnë në ambiente të cilat janë më të ndotura, kjo është një pikë pyetje e madhe. Por nga ana tjetër them që sot kam pak luksin që kohën dhe rritjen ose ndërgjegjësimin, nëse s'është maturim për të mos e quajtur pjekuri, por ndërgjegjësimin për gjërat që ndodhin, kam luksin ta zgjedh vetë. Dhe në këtë moment besoj që kaq mund të them për rjetin. është ky komunikimi publik, është gjithmonë unë them dhe ti e di këtë që unë jam natyrë transparente, e bëj këtë edhe në podcast, them është rruga më e thjeshtë, më mirë të jemi transparent, sigurisht për gjëra që duhet i ndajmë me gjithë të tjerët, se njeriu ka edhe privatësinë e vet. Po hajde ta gjejmë të kufirin e privatësisë në këtë kohë në internetit, Majlinda. Të jesh libër i hapur apo të jesh më diskret, më i kujdesshëm. Disa thonë njerëzit nuk ta falin suksesin. Unë kam parë shpesh njerëz që ta duan suksesin e tjetrit. Për shembull, njerëzit e thjeshtë, ata që e ndjekin platformën, unë lexoj komente shumë të mira dhe jam gjithmonë në këtë dilemë. Në fakt ty të duan shumë, edhe sepse nuk shohin tek ti përpjekje të sforcuara për të kopjuar dikë tjetër. Kështu që besoj që podcastet e tjera, dhe nuk besoj se ngelet hatri as kujt këtu, as gocave të tjera që bëjnë podcast, për cilat po ashtu kam shumë dëshirë dhe sa herë që scroll në Instagram, ndaloj që t'i shoh. Por them që ky modeli që nuk pretendon që të thuash dëgjoj se unë i di të gjitha, të ftuarit e mi janë të ftuarit e vetëm që mund t'japin mend. Në podcastin tim bëhet shkencë, diskutohet për atomin që nuk e keni dëgjuar ndonjëherë dhe për shpiket e reja. Jo, është pikërisht kjo pjesa asaj që po thoshim, e thjeshtësisë që të jep mundësi që të duam, por mos mendo se nuk ka dhe nga ata që të kanë inat, sepse këtu do më shqetësoje. Jo, dhe nuk e kisha fare tek vetja. Ti vetë si njeri beson që shqiptarët, ne si shoqëri, e duam suksesin e tjetrit apo nuk e dua? Apo i ushqejmë pak njerëzit me një perfeksion hipokrit në internet edhe në rrjet? Kam frikë. Po i ushqejmë me një lloj primitivizmi edhe perversiteti, në fakt. Në komunikim. Dhe unë e kuptoj që sot nëse nuk ekziston online, thuaj se nuk ekziston fare. Pra ti duhet jesh prezent online që njerëzit të dinë që ti ekziston. Është gati, domethënë duhet jesh gjithkohon në dritare dhe nëse kanë dëshirë ti hedhin syt, okej, do të shohin aty. Por ti duhet rish gjithkohon në dritare. Të dinë që ajo dritarja aty është një dritare në cilën sa herë ta kthejnë kokën ty të gjejnë. Dhe nuk është krijuar qenia njerëzore për të pasur këtë lidhje non-stop me tjetrin. Sepse ne të gjithë jemi krijuar për të patur disa të vërteta ose histori që duam t'i mbajmë për vete, t'i ndajmë me tjerët, por nga ana tjetër edhe të tjerët të jenë të lirë të krijojnë perceptimin e tyre pa shkelur në atë kufirin ndarës të respektit që të ke ndër veten ose të privates dhe publiken.
Dhe me të vërtet, kjo nuk është një problem shqetësues vetëm në Shqipëri. Pra, shoqëria jonë mund të ketë shumë probleme, për shkak të sepse konsumon edhe mbase një volum shumë të madh informacioni, i cili nuk është apostafati domosdoshëm për, le të themi, për tiparet që ka shoqëria shqiptare. Ne jetojmë shumë dhe me jetën e tjerëve. Ne diskutojmë shumë dhe media sociale ta jep këtë mundësi, që ty të duket sikur gjithë bota dhe të gjithë ata që postojnë online janë miq dhe shokët e tu. Unë do ta marr pak shembullin e Keidës, 26 vjeç, gocës tënde, se po nuk e bëre ti dhe po nuk e dhënë një përgjigje ti për vajzën tënde publikisht, çfarë do bëjnë gratë që nuk e kanë një zë. Nuk e di ai pëlqen Keidës kjo gjë, sepse mund edhe ta pyesim në fund fare të podcastit. Nëse ajo s'do të jetë dakord, sigurisht që nuk do ta japim. Por Keida nuk është në Instagram. Ka ikur nga Instagrami, nuk është online. Ti nuk ke qenë plotësisht dakord, unë këtë e di, sepse ke besuar që një vajzë e re që ka studiuar dhe që po përpiqet të integrohet në formimin që ajo ka marrë me punë, ta vazhdonte Instagramin dhe ta zhvillonte. Po për faktin që ajo u vu në një spotlight gjatë verës, ju keni qenë me pushime në Kroaci, unë e kisha parë xhiron e titujve dhe nuk ta çova. Sa mora unë pastaj. Dhe unë nuk ta çova sepse unë gjithmonë mendoj që të paktën ne njerëzit e afërm, po shpresoja që të mos e kishit parë, se asgjë nuk fiton të prishet atmosfera e pushimeve. Unë shpresoj që nuk janë prishur pushimet, se nuk ka ndodhur hataja. Po gjithsesi ajo vendosi të mos jetë më online dhe duket një vendim i një vajze të re që është prekur. Çfarë i ke thënë ti Keidës? Keida nuk është hera e parë dhe për shkak të këtyre, le të themi, gjobave tek Keida kam ruajtur djalin nga kjo pjesa e ekspozimit social, ose e vojerizmit të smur. Keida është një vajzë normale e cila ka marrë padrejtisht vëmendje prej meje. Pra, donin të më sulmonin mua dhe normal që do të merreshin me Keidën. Është një vajzë e cila ka studiuar jashtë, u kthye në Shqipëri, punoi në Shqipëri gjatë kohës së pandemisë, sepse thoshte nuk kam se çfarë të bëj dhe donte të punonte një 2 vjet. Nuk është se ju duk puna ideale, por gjithsesi vendosi vetë dhe në përgjithësi në fakt unë kam qenë shumë e lirë në vendimarrje, jam munduar që gjithkund të orientoj, nganjëherë pak edhe me forcë. Por në fund ditës si kam lënë mundësinë që të zgjedhë, dhe ka shumë mundësi sot për të zgjedhur. Kanë dhe fatin e mirë fëmijët sot, që të kenë mundësi të zgjedhje. Ne kishim më pak mundësi zgjedhje. Ne nuk kemi rritur me kushtet me të cilat rriten dhe janë rritur sot brezëri. Të paktën flas për një grup fëmijësh. Me respektin maksimal për gjithë prindrit, por besoj që çdo prind nuk i ka rritur fëmijët kaq kollaj, secili ka sakrificat e veta me fëmijët. Qofshin ata që kanë, qofshin ata që kanë pak më shumë, qofshin ata që s'kanë, dhe nuk është çështje materiale. Nuk i rrisin parat fëmijët. Jo, është çështje e sakrificës dhe raportit që kemi me ta. Dhe Keida ka marrë gjithmonë, le të them, një gjop të pamerituar për këtë arsye. Edhe për faktin se është një vajzë e hishme dhe nganjëherë as kjo nuk të falet. Është shumë vajzë e bukur. Nuk të falet. Por është një fëmijë i mirë mbi gjitha, është një vajzë shumë e mirë, e cila mbaroi një nga shkollat më të mira sot në botë për të menaxhuar kompanitë e mëdha, qofshin ato në modë apo në real estate, pra kompanitë e mëdha të cilat janë sot pjesë e botës të luksit. Industria e luksit. Të industrisë së luksit, e cila është një nga industritë më fitimprurëse në gjithë botën. Nuk ka treg në Shqipëri për industrinë e luksit, sepse në Shqipëri do duhet punosh vetëm në menaxhim hotelerie HPRH, sepse kompani aq të mëdha nuk kanë mbritur dhe nuk janë ende. Dhe mbaroi masterin në Milano, filloi jetën e saj, e cila domosdoshmërisht në eksperiencat dhe në praktikat e saj do ta çojë pranë bizneseve apo le të themi pranë industrisë së luksit. Për atë studioj, atë zgjodhi në një shkollë shumë të vështirë në fakt, biznesi, por edhe me unë gjithmonë isha pak në dilemë se thosha po mirë më nën, po nuk të ka lënë ytat as Chaneli, nuk të ka lënë ytat as Ferrarin që ti të shkosh edhe të menaxhosh kompanitë. Këta i kanë timet dhe njerëzit sepse janë kompani cilat janë me të ardhura shumë, por dhe janë kompani shekullore. Çfarë do kishte dashur ti të bëje Keida?
Jo, nuk t'ishte për ty. Nuk është, po t'ishte për, nuk më bezdis ideja që Keida nisi në fillim për të studiuar për të drejtë europiane dhe komunikim, ju duk e mërzitshme, nuk i pëlqeu fare Brukseli, më tha mua këto bëjmë vetëm njerëz mendje mbyllur, një luftë shumë e madhe në atë kohë, dhe ti e di domethënë. Kam qenë dëshmitar. Okej, dhe i tham, do të kthehem, tha, nuk më pëlqen këta, unë nuk jam tha për të mbyllur në botën. Po që ka patur të drejtë. Pastaj tha unë do të bëj biznes. Okej, në rregull, dhe filloi shkollën për menaxhim biznesi. Pastaj tha unë do të bëj master në Bocconi. Okej, Keida në rregull bëj master në Bocconi, mbasi kishte po ashtu konfliktet e veta me sistemin e lartë arsimor në Shqipëri. Sepse ka një natyrë që është konfliktuale me qëndjen statike. Pra nuk i pëlqen statu quo-ja, nuk i pëlqen, është shumë tepër kreative ose baba. Edhe Niko. Dhe janë gati një lloj të dy, domethënë, janë në një raport konfliktual me statiken. Dhe tha unë do të shkoj të bëj master në Bocconi. Okej, vetë gjeti, vetë aplikoi, vetë fitoi, vetë bëri në Milano, tani jeton jetën e saj. Dhe nuk ka pse t'i japi llogari njeriu, domethënë pse një ditë punojnë me një projekt të Diorit për trenin Orient Express, apo në një ditë tjetër puna praktika ose dëshira për të gjetur punë diku e çon në një nga kompanitë e tjera të mëdha të luksit, e kuptoi që për Shqipërinë dhe gati mendoi që nuk është më vonë të kërkosh ndjes, por e kuptoj dhe ata që janë fyer, sepse kur njerëzve ju thua që këtu ka një luks marramendës dhe shihni që luks jetojnë këta njerëz, çdo njeri dhe ai që ka zemrën më të mirë dhe më bujari, domethënë ndjehet gati lënduar pse nuk e ka këtë mundësi. Dhe e vë veten në rolin e gjithkujt. Domethënë këtë ndjesi të pamundësisë së një prindi, sidomos për t'i dhënë fëmijës më të mirën, nuk dua që ta ketë askush. Por nga ana tjetër ne kemi për detyrë që t'i përgatisim dhe t'i rrisim fëmijët për një botë e cila është më e madhe se Shqipëria. Për një botë e cila sot është shumë globale. Në atë botë në cilën kemi vite që përpiqemi, kemi vendin ton jo si një vend i vogël, jo si një vend i cili përmendet vetëm sepse ka një vijë bregdetare të mrekullueshme, por vendin ton në një treg global apo në një grup në glob në fund ditës. Dhe them që kjo gjithsesi duhet të jetë, është një sfidë që e kanë fëmijët me veten, dhe ti prekësh edhe në këtë pjesë, është shumë, por e kuptoj dhe këtë gjë, sikurse e kupton dhe Keida shumë mirë, që për fatin e saj të keq në këtë rast, nuk ka kërkuar vëmendje, nuk ka punuar në modë asnjëherë, nuk ka bërë fotomodelen, nuk ka qenë një vajzë ekranesh, i është shmangur gjithmonë, por për fatin e saj të keq në këtë rast, ka dy prindër publik. Dhe të bësh lajm sot në kohën kur çdo gjë shihet si produkti i ngrënies së hakut të tjetrit dhe asnjëherë si produkti punës tënde, I arritjes tënde. Nuk është shumë e vështirë. Çfarë uron ti për Enesin dhe për Keidan? Atë që uron çdo prind për fëmijët. Asgjë më shumë se sa të kenë një jetë të shëndetshme dhe të kenë fat, dhe që të jenë gjithkohën në mbrojtjen e Zotit. Si ja keni bërë me Nikon? Ai artist, ti politikane, si janë ndarë detyrat? Tani Nikon ti mere Nikon në podcast ose në kafe edhe pyet e pa qenë unë. Të t'i thot gjërat Kush të tha se nuk e kam pyetur? Jo, në rregull, jo, nuk kam dyshime edhe që e ke pyetur shpesh herë, domethënë. Nuk kam dyshime për këtë. Gjithmonë i bëj pyetje Niko, si e ke njohur kur e the për herë të parë, çfarë i the? Jo, Niko ka një gjë të mirë, domethënë, sikurse secili nga ne, domethënë, për tjetrin në momente shakaje, por tani s'kemi asnjëri s'ka as kohë as nerva, domethënë, që t'i vër tjetrit në dukje se çfarë nuk shkon, domethënë, jemi pajtuar me gjitha çfarë nuk shkojnë tek njëri dhe tjetri tani. Por Niko ka një gjë të mirë që dhe ka pasur gjithmonë, ka pasur një forcë mirëkuptimi për të patur zili. Sepse nuk është kollaj që të kesh një grua ose të njihesh me një grua vajzë të re në momentin kur unë isha në syte e vetmes media që ishte në Shqipëri, radio televizioni shqiptar, sepse tani mund t'i shohësh njerëzit kudo,
Tisha një nga figurat jepja lajmet në radio televizionin shqiptar. Pastaj më pas filluam dhe aty u njohëm të dy bashkë. Por, po them, Niko ka qenë atë kohë, domethënë, ka qenë ndërkohë që ishte vetë gazetar, por kishte këtë mirëkuptimin për ta pranuar këtë gjë. Dhe më vonë pastaj kjo histori u bë edhe pak më e vështirë. Domethënë, kishte mirëkuptimin duronte kur unë isha shumë pak në shtëpi. Ose edhe kur vija në shtëpi, domethënë, nuk kisha kohë që të diskutoja dhe të merresha se kryesisht do ishin fëmijët edhe gjëra të tjera më primare. Pastaj mirëkuptimin që duronte gjatë viteve në politikë, domethënë, pjesën e budalliqeve dhe të akuzave që fluturonin nga një cep tek tjetra dhe domethënë ti do tallesh në një mënyrë. Ka patur dhe momente sigurisht kur është nervozuar aq shumë sa krijonte ose mund krijonim situata të cilat ishin vështira për tu menaxhuar, se tani kur ti nuk besoj se ka ndonjë burr vendosë në Shqipëri apo vendosë edhe në majtë të Los Angeles, kur dalësh ti shash gruan 3 muaj rresh, domethënë në politikë nga të gjitha anët dhe pastaj të jetë një njerëz që thotë zen, punë e madhe fort sepse kjo është në politikë. Se kjo është politika. Nuk e pranon dot. Ose ka pasur një mirëkuptim për duruar mungesën time, sidomos gjatë këtyre 6 viteve kur prisheshin darka, prisheshin festa, prisheshin dalje, prisheshin weekende në Korçë, domethënë me miqt, sepse unë vija shumë pak në Shqipëri dhe në momentet që vija do më duhet bëhesha gati për udhëtimin tjetër të radhës. Kështu që këtë gjë e ka patur shumë të mirë të vërtetën edhe të gjithë bashkë, vetëm ai, edhe fëmijët deri diku. Por nuk do të thotë se nuk ta përmendin domethënë këtë pjesën e mungesës. Fole aq mirë gjatë gjithë kohës. Janë mirë kuptues, po nuk do të thotë se kanë qenë të kënaqur, domethënë, kështu që ka momente që në ti s'ke qenë, po pse ku ishe ti, çfarë bënim ne kur ishe ti dje? Ta kujtojnë pak burrat, më duket. Po edhe gratë ta kujtojnë. Edhe gratë ta kujtojnë. Edhe gratë ta kujtojnë. Edhe gratë e kujtojnë. Besoj që pjesën e sakrificës çdo njeri jep pak hiperbol sakrificës vet. Dhe sidomos në marrëdhëniet në çift, sepse është gjithmonë loj pushteti deri diku. Pra i japim nga pak hiperbol. Por është shumë mirë pastaj kur ke shumë vite i martuar se nuk ke pikë në dëshirës që të bësh debate të zihesh më pastaj. Dhe i pret gjërat edhe më shkurt. Sa vjeç e ke njohur Nikon ti? Unë kam qenë 21 vjeç. 30 vjet. 30 vjet. Më shumë me Nikon se sa vetëm. Vetëm. Po, 30 vjet. E mirë, ka të mirat e saj. Absolutisht, po. Prandaj tash njeriu nuk kontrollon dhe s'duhet të jetë pishman për asgjë që ka bërë në jetë. Janë shumë elitare ose pak të qëndësishme ato diskutimet. Jo, po çfarë do të bëje ti po të mos ishe martuar atëherë? Jo, po si do doje ti të kishe zgjedhur? Jeta është ajo që është. Nietzsche ka një nga gjërat që dikur e ka mbajtur shumë kohë në status, që është një nga filozofitë më të bukura, ose siç e thon sot quota, që thot amor fati. Amor fati. Është filozofia. Duaje fatin tënd do ta përktheja në shqip. Me të mirat, me të këqijat, nuk po i referohem vetëm fatit, domethënë në marrëdhëniet martësore, po duaje jetën tënde, me sfidat që të vjen, me përpjekjet, me vuajtjet që ke patur, nuk ka jetë të cilat të jetë pjat edhe e shesht për gjithë. Nuk ka njeri që të mos ketë momentet e veta të cilat nuk do donte të kishte të vështira në jetë, por në fund ditës është jeta jote. Çfarë është një gjë gjatë ditës që ti e ke me shumë pasion? Unë e di që ke një si dhomë shiu aty dhe do të rish aty kur bie shi, po përveç kësaj që di unë. Shiun e kam qejf, nuk mund të them që e kam pasion se nuk është në dorën time, por e ke me shumë qejf shiun. E kam me shumë qejf shiun e vrullshëm, shiun e vrullshëm. Fakti, jo atë shiun që s'lag, dua shiun e fortë, shiun me vetëtima, me bubullima. Por jam pak luftë, nuk kam ç'të bëj. Dhe në fakt në gjithë udhëtimet e mia në avion, në kufje kur doja të kapja ndonjë gjysmore gjumë, unë kam shiun. Unë kem 5-6 variante. Vetëm mua sa më ke çuar. Shi, që thosha relaksohu, fli. Nuk do të thotë se nuk e dua diellin, po nuk dua të më përvoloj gjë. Jam shumë rehat me këtë pjesën e shiut. Nuk di, çfarë momentet kur gjatë kohës tani që kam pak më shumë pauzë, domethënë,
kam atë momentin kur dua të lexoj, që është momenti duaj e divanin tënd. Dua të lexoj dhe dua të jem e qetë dhe kam atë gjysmorshin kur mundohem të mbyll dyert të tjera. Dhe them djali për shembull është duke parë televizor, Niko është duke pushuar në krah tjetër dhe unë jam cepin tim atë gjysmorshin kur dua të lexoj ose jam duke menduar. Ti ke udhëtuar shumë. E kam nevojë pak atë hapësirën jo të gjatë, por një gjysmorshi e dua. Dhe besoj i bën mirë të gjithë njerëzve të rrin pak me veten. Është e shëndetshme. Njerëzit që nuk rrin dot me veten, më duken sikur kanë një problem. Është e vërtetë. Është shoqëria e vetëm e cila nuk të duhet gjithë jetën, të dish të rish me veten. Ti ke udhëtuar shumë gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe a do thojë një vend që të ka impresionuar ty Majlinda veçanërisht që e ke parë shpirtin e një qyteti ndoshta që të ka bërë për vete? Ka bërë sigurisht shumë përshtypje Jeruzalemi. Dhe kam qenë në kapërcyell të nisjes luftës dhe të qametit që ndodhi në lindjen e mesme. Më ka bërë shumë përshtypje Izraeli, veçanërisht Jeruzalemi dhe dallimi që kishte me Tel Avivin. Më ka bërë shumë përshtypje, ose jo shumë përshtypje, por më pëlqen ajo ndjesia e jetës që thash të lehtë të thjesht në Kopenhagen, në Danimarka. Ose më pëlqen hapësira që ka, sikurse më ka pëlqyer shumë Maroko, për shembull Marrakeshi. Kjo pjesa e kontradiktës ndërmjet dëshirës për të jetuar mes ngjyrave dhe pastaj, sepse normalisht është pasuri shumë e madhe të dish të jetosh mes ngjyrave të ndezura. Jo më kot frymëzoj ai shumë Yves Saint Laurent që të kishte mundësi që të bënte artin e tij më të mirë nga frymëzimi i ngjyrave në Marok dhe në Marrakesh. Po pastaj kuptoj se sa forcë trishtim të madh duhet të kesh jeta jote, të jetë kaq e zymt dhe e varfër sa të mos i ngjaj ngjyrave të cilat projekton në qytet apo në orendije në veshje. Ka shumë fakt që më kanë bërë përshtypje. Në përgjithësi jam tip shumë europian. Domethënë dua Europën shumë. Besoj që e kam shumë të shenjuar dashurinë për Europën. Nuk e ndroj dot Europën as me Amerikën, them të vërtetën, edhe me asnjë kontinent tjetër. Por kam një respekt shumë për Azinë, për mënyrën se si është zhvilluar Azia, për kulturën dhe disiplinën që kanë, për pjesën e thjeshtësisë që kanë në mënyrën e të jetuarit të jetës, edhe thjeshtësisë. Tash shumë pak ti nuk dallon dot njerëz me tipare narcizi në kulturën aziatike. Janë gati të gjithë trehatshëm. Tani nuk po flas për pjesën e zhvillimeve botërore dhe historitë politike, po në përgjithësi flas për shoqërinë. Po e ndjeva në Tokyo dhe ishte një gjë mahnitse. Dhe në fakt, megjithatë, thash do të preferoja shumë, domethënë jam shumë e kënaqur me Europën tonë. Aty ku njerëzit janë njerëz, jo robot. Jo vetëm, por mbas edhe me këtë stilin i cili është pak që i xhelozon gjithë, sepse për Europën janë gjithë xheloz. Janë xhelozë ata që e kanë, janë xhelozë ata që se kanë, ata që se kanë duan ta kenë, po e duan ta kenë siç e duan vetë dhe për vete. Do thënë të gjithë kanë një lloj xhelozie për Europën që deri diku i bashkon, pavarësisht se çfarë forme dhe trajektore duan t'i japin. Duhet ta vazhdosh ciklin e librit Europa Ikea. Po, tani që kam pak kohë, mund edhe edhe të shkruash. Kush e di. Gjatë këtij muaji në fakt nuk e shkruar, po e ke një projekt të vogël. Është një bashkëpunim me një grua që ti në fakt e ke pasur në krah, unë e njoh prej teje, po ajo është një xhevahir. Quhet Tefta, në kulturë. Kryesisht Teftën pjesa e shoqërisë time e njohin prej meje. Po edhe rjeti e njohin për nga veshjet e tua që kur ishe ministre integrimit, edhe më vonë, gjithmonë, me ato veshjet e Teftës, fustanet, xhaketet, sot e gjitha është në kulturë. Po, është Tefta ose është më saktë nga koleksioni i fundit i Teftës, për cilën vendosëm që unë me pjesën deri diku të paktë të promovimit dhe Tefta me artin e saj fin, t'i japin një emër të ri që Tefta
vendosi dhe i pëlqeu ta quajmë We Collection, që shkon në të njëjtën linjë me ne, me Women Empowerment apo gratë në sipërmarrje e kështu me radhë. Në fakt është një iniciativë cilën e nisa para shumë vitesh që kur isha në RCC, për t'i dhënë një mundësi dhe për të fuqizuar gratë nga pikpamja ekonomike dhe në sipërmarrje. Sepse ne na duket sikur gratë kanë nevojë për të fuqizuar vetëm me make-up. Kur në fakt sfida më e madhe për gratë dhe vajzat sot është si t'ju themi atyre sa rëndësi kanë financat për ju, sa rëndësi ka portofoli juaj i pavarur, sa rëndësi ka të jesh e zgjuar në momentin që bën një investim. Dhe vazhdoj të besoj shumë që pjesa e fuqizimit të grave në sipërmarrje veç se i bën ekonomitë tona më të forta. Ndërkohë që e kundërta për shumë vite ka treguar se kush nuk e ka vëmendjen për t'i dhënë një dorë për të fuqizuar gratë ekonomikisht, ka shoqëri më të rënuara, ka shoqëri në të cilat gratë mbeten ose janë më së shumti prej vendimarrjes së burrave apo e dhunës në familje dhe kështu me radhë. Kështu që më vjen mirë që mbas kaq shumë vite që unë me Teftën jetojmë dhe bashkëjetojmë me veshjet. Po. Vendosëm tani, thash që ta mbështes në këtë koleksion të ri, cili besoj që është shumë i bukur. Por unë nuk kam patur asnjëherë dyshim që Tefta me syrin e saj artist për detaje dhe me, le të themi, atë qimën e një korçareje, nuk kam pasur dyshim që do të bënte gjithmonë gjërat mira. Është ajo që i them, kur ti do, bën mrekullira. Por si çdo artist, duhet që patjetër të ketë gjithë kohën frymëzim. I duhet një politikan nga pas. Një politikane nga pas. Duhet frymëzim gjithë kohën. Jo. E vërtet është në fakt. Mua më pëlqeu dhe hashtagu We Wear Values edhe We Are Values, të dyja bashkë. Pra ne edhe veshim vlera, por ne edhe jemi vlera. Dhe veshja është edhe politika, po jo, unë i gjykoj njerëzit për mirë apo për keq nga veshja, gjithmonë, dhe të gjithë besoj e bëjnë, jo vetëm unë. Të gjithë ne ndikohemi. Unë nuk jam fshehur ndonjëherë ides që veshja është pjesë, është prezantim dhe flet për ty, për personalitetin tënd në kontaktin e parë më shumë se sa përmbajtja. Ne gjithë impaktin e parë e krijojmë nga mënyra se si njëri na paraqitet. Pra, kur vjen, e takojmë, i japim dorën, dhe pastaj biseda dhe është le të themi faza e dytë. Dhe nuk besoj që një njeri duhet ketë, le të themi, pjesën e bezdis për të treguar që ka autoritet dhe ka mesazh në veshje. Sikurse ka mesazh në qëndrimet dhe mënyrën se si flet. Por në fund të ditës veshja përcjell mesazhin kryesor të respektit për veten. Vendos deri diku edhe një lloj barriere ose kufiri intimidues për atë që niset me paragjykim tek ti, dhe jo më kot në vitet e fundit në veshjen e grave filloi koncepti i power dressing, pra pjesa e fuqizimit të grave edhe nëpërmjet veshjeve, pra kostumet, pavarësisht se unë s'jam askush për të bërë pjesë në diskutimit të fashionit, por ka detaje për shembull që unë nuk do doja kurrë që të kishte një grua në veshje dhe për shembull, më duket fetish i tepruar kravata tek një grua me kostum. Më thon, as se kam vënë kurrë dhe as do t'ja këshilloja njeriu. Ishte veshur Melania. Nuk jam askush, ishte shall në fakt. Ishte shall? Okay. Pak i stiluar. Okay. Po flas për kravatën e burrave, thash nuk kam ndërmend që ti hiki pjesës së politikës, po pikërisht për një mesazh politik gratë nuk kanë nevojë për të patur fetishin e kravatës për të thënë që jemi të forta sa një burr. Sot gratë duhet jenë të forta siç din gratë jetë. Të bëjnë biznes siç bëjnë gratë. Të kenë maturinë, elegancën, pjesën e dëshirës së mirë për të parë të bukurën, por edhe për të parë gratë tjera që të duken bukur dhe të jenë gëzuar, duke ju dhënë atyre edhe një moment konfidencë më të madhe me veten. Atributet të cilat është vështirë që një burr t'ja jap një gruaje. Janë përgjithësi gratë që u japin grave. Ndaj uroj shumë që Teftës ti shkojnë bar,
Për mua ishte shumë bukur që në këtë kohën e lirë, domethënë të kisha mundësi që të diskutoja përveç se me miqt për kush do të fitojë zgjedhjet në maj dhe për shanset që ka partia ime, por të diskutoja pak edhe për këtë pjesën e grave, me gratë në qendër. Për marsin e grave. Si do shkoj maj i shqiptarëve? Unë nuk e di majin e shqiptarëve, unë dorë kam vetëm votën time, vota ime dihet është publike, ka që kur kam filluar të votoj. Kështu që unë nuk di si do të shkoj maj. Por unë di se për këtë do të votoj vetë. Ke pritshmëri të mira? Tani kjo është një pyetje që më ngatron pak, sepse do të më fuste në analizë, por nuk e di. Çfarë i duhet Shqipërisë për ty? Do doja shumë që të shija një ndryshim të qëndësishëm, por që të mos flas kot tani sepse e di që dikujt do t'i vi keq, do thotë po kjo çpun ka të rri aty ku është rehat tani çpun ka, ju duket sikur po hyn në sinorin apo bën shfaqje xhelozie, domethënë. Unë do doja shumë që Shqipëria të kishte një moment ku të mos kishte, ose të paktën më pak këtë pjesën e shkatrimit të ndërsjell, i cili në fund të ditës nuk prodhon asgjë. Dhe ky është problem, ky është një problem shumë i madh që ka karakterizuar politikën në vitet e fundit. Se në fakt, kur një forcë politike, ajo që është në pushtet, mendon se është vetmja e pushteqme, dhe shkatrimi i forcës tjetër politike, dobësimi i saj, edhe vetë shkatrimi, në fakt, për të vërtetën, e ndihmon në një farë mënyrë, sepse i jep shanse më shumë për të fituar dhe për të patur pushtetin në duart e veta. Në një plan pak afatgjatë, do të thotë që ti deri diku ke projektuar edhe shkatrimin tënd. Sepse shkatrimi i atyre balancave politike, sidomos në vendet tona, ku institucionet nuk janë aq të forta, kur individët ose votuesit nuk kanë të gjithë aq shumë pushtet. Kur ka ende probleme kryesore me mënyrën se si ne konceptojmë demokracinë, tjetrin, peshën e tjetrit, qoftë edhe konkurrencën e ndershme në partinë tënde apo në spektrin politik në përgjithësi. Ku ne kemi ende të vështirë që të pranojmë që në politikë bashkëjetojnë të gjithë njerëzit, por të duhen edhe ata që janë luftëtar, edhe ai që përgatit terrenin për mitingje, edhe ato të cilët janë shumë të mirë në komunikim publik, por të duhen edhe ata të cilët dinë të bëjnë politika, dhe që i japin pak politikës një sens serioziteti. Jo vetëm këtë ndjesinë e talljes edhe komike. Domethënë, më kujtua para ca kohësh, nëse zgabohem, Harari që thoshte, le të jetë pak më e mërzitshme politika. Ama le të jetë. Të mos jetë kaq shumë estrad, domethënë le të jetë pak më e mërzitshme edhe të jemi pak normal me ca njerëz pak më serioz. Okej. Kemi shkuar në fund, ato lulet e verda do t'i marrësh me vete për 7 marsin. Faleminderit. Edhe do të ta them diçka, se sa herë që shkoj me djemtë e barakës, edhe i kam këtu, po të duan mund të arrëzojnë, është e vërtet. Sa herë që shkojmë në Prishtinë, ne themi, rof shumë Alinda me këtë roaming. Është e vërtet, Roki? Po s'është vetëm Prishtina, por ne atje shkojmë, po shkojmë dhe pak më larg. Duhet të shkoj në fakt, duhet të filloj të shkoj dhe në Maqedoninë e Veriut, edhe duhet me shku më shumë në rajon. Ti na ke afruar pak më shumë me rajonin, se jemi shumë larg njëri tjetrit, jemi afër gjeografikisht, por nuk e njohim njëri tjetrin. Nuk është se kemi pasur ndonjë tendencë të madhe për të njohur njëri tjetrin shumë mirë, vazhdojmë të kemi ende paragjykime në kokë për tjetrin, sidomos kur bëhet fjalë për ndarjen ndërmjet, le të themi, kombeve në rajon. Jo se ne shqiptarët jemi gabim në fakt, themi të vërtetën, por koha në të cilën jetojmë na do në fakt që të projektojmë më shumë ato çfarë i themi gjithmonë vetes. Unë e kam bënë re që ne jemi pak më ndryshe nga tjerët, ne shqiptarët. Jemi me një identitet shumë të qartë europian, të cilin në fakt ta bën historia, ta bën koha dhe nuk ta bën nacionalizmi folklorik. Dhe
s'kemi pse të mos e tregojmë këtë gjë, i cili është një nga asetet më të mira në fakt të shqiptarisë dhe të shqiptarëve si komp. Majlinda, shumë faleminderit për këtë episod. Unë shpresoj që gratë, cilat janë shumicë dominuse, janë dominuse në audiencën e këtij podcasti, ta kenë shijuar, ta shijojnë këtë episod me ty. Unë ju premtova në fillim që do të shohin më shumë njeriun tek Majlinda dhe besoj që me atë u mora më shumë. Edhe unë të falenderoj që e thyve akullin më në fund dhe vendose. Mbas kaq shumë kohësh thua që Majlinda ti vlen për podcast. Autoironia e Majlindës është një nga pikat e saj të forta. Po, për ndryshe po ta marrësh veten shumë seriozisht i bie që Thjesht shpresoj që çetet e mia me Majlindën mos të bëhen publike se morën fund. Sepse ke shumë sens humori, kur ke qenë në politik njerëzit nuk e kanë kuptuar këtë. Unë në këtë rast më duhet të them që çetet tona le të bëhen publike, unë jap telefonin tim kush do ta kërkoj.